Për të folur në lidhje me të gjithë seancën që ndodhi dje, ashtu edhe me mbledhjen e qeverisë të mbajtur sot, të ftuar kam Vullnet Bugaçku nga KDI, i cili do të na flasë më shumë rreth pikpamjes së tyre për këto çështje mjaft të rëndësishme. Vullnet, faleminderit shumë që gjete kohë që të jesh pjesë e Infodes. Përshëndetje për ju dhe për shikuesit e televizionit tuaj. Vullnet, e kishim nisë fillimisht me mbledhjen që qeveria po e mbajti sot. Si të duk e gjithë kjo mbledhje, duke ditur se dje kryeministri dha dorëheqje, ndërka që sot po vazhdon me mbledhje të ministrave? Absolutisht është një veprim i paprecedent në kuptimin edhe politik edhe juridik për mendimin tim. Nuk ka sens që t'ja për dorëheqje, sepse dorëheqjet kurdo që jipen në mënyrë publike edhe kurdo që prezantohen qoftë para mediave, qoftë edhe para autoriteteve kompetente, ato kanë efekt menjëhershëm dhe nga i moment nuk jemi, në momentin që jam dorëheqje nuk jemi kryeministër, dhe për këtë arsye nuk i kuptoj sjelljet e tilla se si ky kabinet qeveritar vazhdon të sillet sikurse është në mandat të rregullt të punës, sikurse nuk ka asnjë kufizim ligjor ose sikurse nuk ka asnjë kufizim kushtetues, e për më tepër ne ishim dje në një seancë konstitutive ku pritej edhe të zgjedhej edhe kryetari dhe nënkryetarët e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Praktikisht pra është një situatë të themi ashtu e pakuptueshme dhe absurde për faktin që në gjitha praktikat të ndryshme parlamentare, qoftë në Evropë, por qoftë edhe në botë, unë mendoj në sistemin demokratike, në kësi fazë kur veç fillon mbledhja ose të themi ashtu konstituimi i parlamentit, atëherë qeveritë që janë në detyrë ose në dorëheqje ose qeveritë që ishin me mandat të skaduar nuk bëjnë asnjë veprim dhe nuk marrin ose nuk takojnë apo nuk mbledhen në kabinetet e tyre qeveritare për të miratuar rend të ditës disa pika ose disa çështje që edhe ligjërisht edhe kushtetueshmërisht nuk do duheshin këtë fazë të ethnin me tutje. E çfarë masa mundën më mirë Vullnet për këtë çështje? Që kjo është e keqja që nuk ka masa ose nuk ka ndonjë saksion që mund të ndërmerren në këtë fazë. Për mendimin tim, të gjitha vendimet që bien ndesh me njërin introducimit të ligjit për qeverinë, pra të gjitha ato kategoritë të vendimeve të cilat bien ndesh me këtë nën, herë të gur do duhet kontestoheshin gjykatë kushtetuese dhe të anuloheshin tërësi për faktin sepse janë ndërmarrë jashtë fushëmbrimit të ligjit për qeverinë dhe unë besoj që këto janë vendime edhe antikushtetuese madje dhe për këtë arsye do duhet që dikush të kontestonte ato vendime, qoftë avokati i popullit, qoftë presidentja apo në këtë rast nuk kemi parlament, kështu që ju mbetet vetëm këtyre dy autoriteteve që ti kontestojnë, të themi ashtu, vendimet dhe fjalë. Megjithatë jemi këtu ku jemi në kësaj lloj situate dhe unë theksoj që neve se jemi në një krizë kështu politike dhe uroj dhe shpresoj që në ditët të vijim të qartësohet gjithçka dhe të vazhdojmë me thevelimin e Kuvendit së pari dhe pastaj me të procedurat të zgjedhjes së qeverisë. Vullnet, unë kam pasur disa reagime tyje sa përket dorëzimit të vonshëm pra të dorëheqjes së kryeministrit. Nuk u tha faktikisht se edhe për ministrat, veç se u tha që përfshihen në atë letër dorëheqje të kryeministrit edhe ministrat. Pra, qysh është e drejtë që ai me jep dorëheqje në vend të ministrave kur ata është dashur ta bëjmë individualisht këtë procedurë? Problemi është që ky ligj për qeverinë që këta kanë miratuar vetë, edhe kanë shkruar dhe kanë hartuar vetë, pra qeveria në vitin 2022, dhe është miratuar me shumicë votave nga po kjo qeveri, ka kjo majorancë që është udhëhequr nga kjo parti politike. Në nerin 26 thotë qartë që antari i qeverisë, nuk thotë që një antar i qeverisë jep dorëheqje për gjithë antarët e tjerë. Ajo që po interpretohet, unë mendoj që ka interpretohet gabimisht në kuptimin e logjikës së normës juridike të asaj që nëse kryeministri shkarkohet, atëherë të konsiderohet që e tërë qeveria bie. Pra është situatën ku Kuvendi me mocion të mosbesimit e shkarkon qeverinë, e shkarkon kryeministrin ose e fton në mosbesim dhe e voton të themi ashtu pro shkarkimit të tij, dhe në këtë rast i konsiderohet që qeveria bie në tërësi. Edhe në rastin ku kryeministri jep dorëheqje, mandati i qeverisë ose qeveria si organ konsiderohet që bie në tërësi, por në kësi raste, pra kur jemi të çështja e konfliktit të interesit mes pozitës së antarit dhe të antarit të qeverisë dhe antarit të Kuvendit, duhet që në mënyrë individuale, secili antar i qeverisë, si kryeministri, ashtu edhe antarët e kabinetit, që t'ia paraqesin Kuvendit, të themi ashtu sekretarisë së Kuvendit, dorëheqjet e tyre me shkrim dhe dorëheqjet të jenë të qarta, të jenë mjaftueshëm të qarta dhe në përputhje me ligjin për qeverinë e Republikës së Kosovës. Kjo nuk ka ndodhur dje,
ajo letra që është dërguar nga ana e kryeministit Kurti, nuk duket që i ka tiparet e një letre të dorëheqje, duket më shumë që i ka tiparet e një njoftimi për ish-kryetarin e kuvendit, dhe unë besoj që edhe adresa ku është dërguar pra te ish-kryetari i kuvendit Klaus Konusa ka qenë e gabueshme, sepse nuk është autoritet më tashmë kompetent kryetari i kuvendit që të shqyrtoj ato dorëheqje, ose ish-kryetari i kuvendit, dhe rrjedhëmisht nuk e kuptoj këtë situatë sepse ndodhin veprimet e tilla, tashmë mund të konkludojmë që ose janë për shkak të paaftësisë dhe mënyrës së veprimit, ose janë të qëllimshme në atë mënyrë që të krijohet sa më shumë kompozitet, sa më shumë një farë të themi ashtu tensioni edhe një farë si ambullit politike në vend që me humb kohë me zarit kohë derisa të sigurohen që i kanë numrat e mjaftueshëm për të vazhduar me zgjedhjen e kryetarit dhe zgjedhjen e qeverisë së Republikës Kosovës. Pra vëllai, thua se gjitha kjo po bëhet për të zvarritur gjithë procesin për shkak të mospasjes numrave, pasi u pa që vetëm 52 veta votuan për. Pra është një numër i pamjaftueshëm për kalim të gjitha procedurave të djeshme. Ishte edhe një dëshmi, të themi ashtu, ishte një seancë që dëshmoi mjaftueshëm se i ka apo jo grupi më i madh parlamentar, në këtë rast Partia fituese e zgjedhjeve Lëvizja Vetëvendosje, i ka apo jo të garantuara 60000 vota për të zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe për të hyrë pastaj në procedurat e zgjedhjes së qeverisë. Dhe unë mendoj që vota që dje e prezantuar gjatë votimit të raportit të Komisionit për mandate, gjithsej ishte 52 pra atij raporti, dëshmoi qartë që ka mungesë të numrave dhe ka mungesë të marrëveshjeve të sigurta politike me aktorët përkatës të partive parlamentare, dhe si rrjedhoi erdhëm në një pozicion ku u dëshmua në mënyrë edhe faktike fuqia politike në parlament e grupit më të madh parlamentar, sepse unë besoj që po t'i kishin ta numrat e siguruar, numrat e mjaftueshëm, nuk do të ndaleshin dhe raporti do të kalonte me 60000 vota dhe ne do të ishim në një fazë tjetër, pra të dhënies së betimit të deputetëve dhe të zgjedhjes së kryetarit. Megjithatë, në pamundësi që të siguronin numrat dhe të kishin siguri që ato numra ekzistojnë, më mendoj që Partia fituese e zgjedhjeve qëllimshëm po i zvarrit këto procedura dhe qëllimshëm po krijon situata ose të themi ashtu manovrime politike në atë mënyrë që vetëm përfitoj vetëm kohë. Vullnete, i pam edhe deklarimet të opozitës, më fal, sa i përket qëndrimeve të tyre për mos votimin e kryeparlamentarit edhe qeverisë, pse e gjithë kjo kryemkulje që mos shkojnë këto procese deri në fund? A kanë të drejtë vetëm për faktin, për arsyetimet që ata i dhanë sa i përket dorëheqjes së kryeministrit, apo po ju favorizon edhe atyne kjo çështje e zvarritjes? Nuk e di politikisht ata si e kanë trajtuar këtë çështje, mbasi edhe ata mund të kalkulojnë dhe të mendojnë që të hupin ata kohë dhe të gjejnë një gjuhë përbashkët mes tri partive parlamentare në opozitë. Ti themi që janë në opozitë, sepse ende nuk e dim ato të jenë në opozitë, por megjithatë juridikisht mund të them që kërkesa e tyre që mos votohet raporti i Komisionit për mandate për shkak të konfliktit të interesit të disa deputetëve të grupit më të madh parlamentar është kërkesë që ligjërisht është e drejtë dhe është e qëndrueshme dhe ka bazë. Megjithatë, edhe sikur të kalonte kjo pikë randi të ditës, edhe sikur të zgjedhej kryetari dhe nënkryetarit, unë besoj që për këtë arsye do të mund që të kontestojë e gjithë procedura e konstituimit të kuvendit pastaj në gjykatë kushtetuese për faktin që kishin pasur argument të themi ashtu që disa deputet nuk kanë qenë me mandat të vlefshëm, kuptimin e asaj që njëkohësisht kanë ushtruar edhe funksionin e anëtarit të qeverisë edhe kanë ushtruar edhe funksionin e deputetit të Kuvendit të Kosovës. Për hir publikut po e sqaroj, Kushtetuta e Kosovës thotë që mandati i deputetit fillon në ditën e certifikimit të zgjedhjeve dhe ne jemi pra tani ishim dëshmitar të një situate kur disa ministra, edhe pse ju ka filluar mandati në ditën e certifikimit të zgjedhjeve, njëkohësisht e kanë ushtruar edhe të themi ashtu edhe pozitën e anëtarit të qeverisë, pavarësisht nëse kanë qenë qeveri me mandat të skaduar, pavarësisht nëse kanë qenë qeveri me mandat me detyrë apo me dorëheqje. Ata do duhet të japin dorëheqjen 24 orë para ditës së certifikimit të zgjedhjeve. Vullnet, edhe një çështje që ka të bëjë me minoritetet, apo ju jepet hapësirë e mjaftueshme minoriteteve për vendosjen e fatit të qeverisë së vendit edhe përkundër kërkesave që ishe nga Duda Balaj për formimin e një komune bosnjake, pra. A do të mirën përballë të gjitha kërkesat që edhe kriteret që kanë komunitetet nga ana e Zotit Kurtit, të gjithsesi që ta formojë qeverinë pa opozitën? Po me qenë se Partia fituese e zgjedhjeve
nuk ka arritur që të krijojë një marrëveshje të gjerë politike ose të thënë ashtu një marrëveshje të madhe politike me ndonjë subjekt tjetër të madh shqiptar, qoftë PDK apo LDK, atëherë në pamundësitë e saj, duke që partitë e komuniteteve jo serbe kanë filluar që të japin ose të shfaqin kushte dhe kritere të larta për zotin Kurti, dhe unë besoj që këto edhe janë arsye sepse të njëjtat ende se kanë siguruar ose se kanë garantuar votën e plot për qeverinë Kurti 3, dhe unë besoj që kjo ju takon partisë fituese të zgjedhjeve dhe këtyre partive të komuniteteve jo shumicë të gjejnë një gjuhë të bashkët dhe të arrijnë një kompromis në atë mënyrë që nëse kanë pas një kompromis sa i përket realizimit të kërkesave të tyre, po tashmë sa i përket çështës së një kërkese që ka të bëjë me themelimin e një komune atje të komunitetit bosnjak, ndoshta është kërkesë shumë e lartë për faktin që nuk është as momenti dhe as faza që në këtë mënyrë të bllokohet formimi i institucioneve të Kosovës ose të themi ashtu të kushtohet vota në të formimin e institucioneve të Kosovës me faktin që dikush kërkon që të japë një komunë, por megjithatë këto janë kërkesa politike, janë legjitime për mendimin tim dhe nuk ka asnjë problem që secili komunitet mundohet të përpiqet që të mbrojë interesat e veta në mënyrë maksimale. Zotëri Dahari dje tha se do t'i drejtohet presidentës që të marrë vendim sa i përket vazhdimit të seancës apo mënyrës se si do të mbahet seanca, ndërkaq sot pritej sipas tij që të dërgoj hapat e metueshje të çm të presidentja. A është kjo mënyra e dur se si po e bën Dahari, apo ishte vetëm nga mosdia se presidentja të mos përfshihet në këtë seancë? E para, presidentja nuk duhet përfshihet në këtë çështje, nuk ka pse të përfshihet. Presidentja e ka kryer rolin e saj, e ka caktuar datën e konstituimit të Kuvendit të Kosovës. E dyta, zotëri Dahari si kryesues tashmë i seancës së Kuvendit duhet që të sillen në përputhje me rregulloren e punës së Kuvendit të Kosovës dhe ta zbatojnë në përkrahësi atë rregullore. Nuk ka asnjë paqartësi sa i përket procesit të vazhdimit të seancës së ndërprerë ditën e djeshme. I njëjti vetëm se duhet t'i dërgoj ftesat, të obligoj sekretarinë e Kuvendit që t'i dërgoj ftesat tek deputetët e gjitha partive parlamentare dhe që të paraqiten në seancën e cila më së largu duhet të mbahet ditën e nesërme. Nuk e kuptoj as qëllimin dhe as kuptimin dhe as arsyeën se pse i drejtohet presidentes për ta pyetur nëse mund të mbahet seanca apo nuk mund të mbahet seanca të shtuti apo si duhet veprohet në situatën kur nuk ka kaluar raporti i komisionit për verifikim të mandateve. Unë më shumë edhe këtë sjellje të tij, po e shoh si një sjellje të dirigjuar nga partia e tij politike, për të humbur edhe pak kohë dhe për të pritur mos eventualisht brenda këtyre ditëve mos po arrihen ndonjë marrëveshje ose ndonjë garancion i ndonjë partie parlamentare për t'i siguruar votat lëvizjes vendosje për të zgjedhur kryetarin së dhe së dyti qeverinë e Republikës Kosovës. Mirë po, kjo seancë nuk u përmbyll, pavarësisht do të shkohet në pushim, pra pushimi mund të zgjat deri në 48 orë, pra a mund të zvarritet edhe më shumë kjo çështja e seancës apo legjitimisht duhet vetëm 48 orë që gjithsesi të jenë prezant në sallën e Kuvendit, të gjithë deputetët? Duhet të kemi seancë çdo 48 orë në momentin kur kemi ndërprerje, por edhe këtu nuk kemi ndonjë sankcion, çka nëse nuk thirret nesër seanca, çka nëse nuk shkoj pra në seancën përcaktuar sipas rregullores edhe sipas afatit kohor të përcaktuar në rregullore. Ju takon se sa janë të përgjithshëm këta deputet dhe këta zyrtar që kanë për detyrë me administru seancën e Kuvendit, dhe unë besoj që të njëjtin nuk duhet ta shkelin në rregullore dhe duhet ta zbatojnë atë ashtu siç kërkohet, dhe seanca duhet të caktohet, mirë po mbetet për të parë sot ose nesër nëse një sjellje apo një veprim i tillë do të ndodhë. Vullnet, falenderoj shumë që gjete kohë që përsëritje pjesë e Infodesat na ndash të gjitha këto informacione mjaft të rëndësishme sa i përket Kuvendit të Kosovës. Ishte kënaqësi.